Ja, shikoj edhe vetë. Isaia 56, Jeshaja që është emri i vërtet. Kështu thotë Jahve, respektoni të drejtën. Ndiqni drejtësinë, Psalmi 37. Mateu e përmend vetë Mesia tek Mateu që duhet të ndjekim drejtësinë që të trashëgojmë atë banesën e përjetshme. Banesa e përjetshme. Ku brenda në qytetin që po flet Isaia 56, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri. Kopshti i Edenit i restauruar tashme, i zgjeruar, sepse ka shumë njerëz që do hynë. Fjala, ajo fjala që përdoret, si quhet, paradise, parajsa në shqip, se nuk po më vinte. Fjala parajse që përmendet në kopshtin, për të thënë kopshtin e Edenit, është e njëjta fjalë që shikojmë në Zbulesa 2:7, që pema e jetës ndodhet në mes të parajsës. Që ati e jep qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, që do zbresin nga qielli i tretë, mbretëria e tija. Në Zbulesa 21 e përsakton detajet si përbet ai qytet. Kemi ne Isaia 54 prap të njëjtën gjë, si është i veshur ai qytet, dhe jo të veshim portat dhe shtëpit tona, siç e bente tjetra mos andaj kur dilte. Ati pas mëshire, lutemi që të çlirohet një ditë. Ai dhe ajo dhe çdo një tjetër që ndjek. Dhe mund të çliroj, por lutem Atit, lutem një ditë që ta vendosë atë ditën. Të komandojmë disa gjëra prej teje, dhe për teologut, që të dalin prej jush dhe të filloni të zbatoni urdhërimet e Atit, fesat e tija biblike. Lutem Atit për atë ditë, dhe është besnik. Se nuk ka nevojë që të jesh shumë afër, por që nga larg, sepse në emër të tija të ato frymat që të kanë mbajtur peng, të dalin prej teje tash quajtur pastore. Titu nuk ka dhënë shkrimi gjëra të tilla. Lutem për atë gjë. Ndodhi diçka e mirë në Shqipëri. Dhe nuk kemi filluar akoma, po vendosim ca themele. Kështu thon Jahve, respektoni të drejtën dhe zbatoni drejtësinë. Psalmi 37, atë që tha Mesia pak më përpara në Mateu 4:6. Sepse shpëtimi im është duke ardhur dhe drejtësia ime do të shfaqet. Predikuesi 12 flet për këtë drejtësi që ka për të ardhur, që do shfaqet duke gjykuar. Joeli 2 apo Zbulesa 9 flasin për ditën e gjykimit, apo Sefania flet hapur se Isaia flet hapur për ditën e gjykimit, kur do shfaqet drejtësia e tij do vijë, shpata në këtë rast nëpërmjet birit të tij që do gjykoj kombet për të vendosur mbretërinë, lavdiatin. Masandaj thot, lum njeriu që çfarë? Lum njeriu që vepron kështu, si vepron vlla motër? Për të hyrë në portat e qytetit, si? Biri njeriu që përmbahet kujt? Kësaj thot që çfarë? Që respekton sabatin. Shiko Ati sa është interesuar vetëm për këtë ditë që ti po e shikon në ekran, që është sot dhe që po mbaron tani. Dita e veçuar. Dhe vendos si kontekst, thot lum njeriu, thot i bekuar qoftë, thot lum njeriu që zbaton urdhrimet e tij, Zbulesa 22, të njëjtën fjalë. Lum njeriu, i bekuar qoftë njeriu, thot që vepron kështu dhe i përmbahet kësaj, thot cilës që respekton sabatin, pa e përdosur atë. A nuk tha Nehemia, çfarë është kjo gjë e keqe tha që po bëni? Që po përdosni sabatin. Është një gjë e keqe ta përdosur sabatin, është mëkat. Lum njeriu thot që përmban dorën e tij nga kryerja e çdo veprimi të keq. Prap veprimi keq. Cili ishte ai veprimi keq që pam pak më përpara? Ja ku është veprimi keq? Gjë e keqe. Po e thoshte në Psalmi 37. Veprimi keq. Ja ta marrim t'i afrojmë pak këtë vargjen, se Psalmi 37 nuk po largohemi dot. Se po flet për qytetin, po flet për banesën e përjetshme, po flet për shpërblimin tonë, për mbretërinë që po vjen. Ja ku kemi. Duhet të largohemi nga ajo e keqja. Dhe kur shikojmë profeti Davidi, që ishte edhe profet, mbret, profet në të njëjtën kohë, po flet për të njëjtën gjë me profetin e përjetshëm, Mesian Jeshuan, lavdiatit, dhe me profetin Nehemia në të njëjtën kohë.
Ja, po ta afrojmë, se janë e keqja, për të marrë jetën e përjetshme, banesën e përjetshme, të ecësh në drejtsinë e Atit, që të trashëgojmë tokën, sepse nga goja e të drejtit, ai që zbaton ligjin e tij, ai e ka të ligj në zemrën e tij, flet drejtësi, dhe hapat e tij nuk do të lëkunden. Prandaj kur Ati thotë duhet ta mbajmë dorën tonë nga kryerja e çfarëdo gjëje të keqe, sepse përcakton gjithmonë kontrastin vëlla motër. A kesh për vllai, në çdo kapitull kur do kesh kontrastin e mirë dhe të keq, shikoj çfarë është e mirë dhe ana e kundërt është e keqe. Tu thotë është lum njeriu, ja kjo gjë e mirë, lum njeriu thotë i bekuar njeriu që zbaton, respekton sabatin e tij pa e përdosur, kurse e keqja është të përdosur sabatin e tij. Masandaj flet për Enokut thotë që unë do t'i pranoj thotë, sepse Enokët e mi thotë respektojnë në sabatet e mia, festat e mia ka fjalën. Duhen sabate dhe festat e Atit është një fjalë tjetër për të thënë. Dhe çfarë ata i përmbahen me vendosmëri beslidhjes time. Se rezultat shpërblimit të viku. Në qytetin e tia, quhet shtëpia e tia, qyteti që po zbret, brenda mureve të qytetit. Dhe Ati thotë do t'jap një vend, banesa, një vend, banesa e përjetshme. Po shkoj të përgatis një vend për ju. Do t'ju jap një vend dhe një emër. Kur shikon për emrin vëlla motër, po thot për autoritetin që mu do na japi Mesia në atë ditë për të mësuar ligjin kombeve. Mbi qytete, mbi kombe tha, apo jo? Do t'i jap pushtet, autoritet mbi kombet. Ai do jetë kryeprifti i tërë, do jetë mbreti i tërë dheut, i tërë tokës, me kushtetutën e Atit, me ligjin e tij të përsosur, që do implementohet në të tërë vendin, dhe në këtë rast do vendosi persona që do t'japi autoritet e pushtet për të mësuar ligjin e Atit kombeve. Për te po flet Isaia. Që do vlej më tepër se ai bija e bijave. Ka fjalë jo kur keqja në tokë, me pak fjalë. Do t'ju jap një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kurrë. Po flet në të njëjtën kontekst në Zbulesa 3, ose gaboj, ku flet që do t'jap autoritet, mbi kombe, mbi qytetin mbi kombe, po në njëjtën kohë thotë të t'jap emrin e Atit Elohim, emrin e qytetit Jeruzalemit thotë dhe emrin tim që akoma nuk e di, thotë vetë se ai që do t'ja jap, ai do ta kuptojë emrin tim të ri të Mesias. Masandaj flet për ne, ja ku vjen beslidhja, që po profetizon profeti Jeshaja, thotë, ja ta zmadojmë pak për ta dalluar dhe ti në ekranin tënd. Bijtë të huajve, ne ishim të huaj, ndaj beslidhjes së gjakut të Mesias, Efesianë 2, Romakëve 11. Ata që janë bashkuar me Jahuen për të shërbyer. Dhe kjo është detyra jonë, për këtë vim në besim, që të shërbejmë Atit në festat e tija, të shërbejmë për mbretërinë e tija. Që ti ke një thirrje në jetën tënde, që të fillosh të zbatosh urdhrimet e Atit, Ati do zbresi autoritetin, do japi njohjen e urdhrimeve, do të zbulojë urdhrimet e tija, që ti të mësosh kombeve masandaj, për thirrjen që do kesh. Të bijtë e të huajve që janë bashkuar me Jahue për të shërbyer, ja ku është shërbesa tonë, shërbesa parimore, kryesore në jetën tonë është që të zbatojmë urdhrimet e tija. Që po e shërbejmë zemrës së Atit, po e gëzojmë zemrën e tija. Për ta dashur emrin e Jahve dhe për të qenë shërbëtorët e tij, kush janë ata? Janë tërë ata që respektojnë sabatin pa e përdosur. Që i përmbahen me vendosmëri, beslidhjesime, do t'i çojë në malin tim të shenjtë, ja qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, në malin tim të shenjtë, dhe do t'i përmbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes. Pra, fjalët të tjera që përmend Ati, Sioni, mali tim i shenjtë, shtëpia time, Jeruzalemi i ri, kopshti i denit i restauruar,
po flet për atë zbulesën 21, për Isaia 66, për Isaia 2, që nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve. Sabati, që është shtuna që shtuna është një fjalë pagane. Ka vendosur fjalët emrat e planeteve, emrat e emprorëve në kalendarin e tyre pagan, shikon sot të botës me llogaritjen pagane, apo siç ke në Izrael në të njëjtën gjë, ke emrat e hynive të Babilonisë që morën masandaj dhe e quan, dhe sot i ke Tamuzi, ke Nisani, ke të gjitha hynitë që praktikoheshin dhe mbajnë akoma në këtë rast kalendarin që është me shikimin e draprit të henës, ato beshin në Babiloni. Ati nuk flet për gjëra të tilla. Ati ka vendosur diellin dhe henën, që dielli është përcakton kalendarin e tij, është një kalendar në këtë rast solar, dhe i dielli që mbështet masandaj që evidencon dhe çdo strukturë të përcaktimit të kalendarit biblik. Profeti Enoku e thotë, psalmet e thon hapërzi, Jobi flet, i gjitha studimet që Ati na kërkon për të ditur kalendarin e tij biblik, i qofse neve kemi një zemër. Kërkojmë, gërmojmë, dali si llogariten fejsat biblike. Ka një llogaritje, po kur ne kemi hequr ligjin e Atit, si do praktikosh fejsat e Atit? Si do praktikosh kalendarin e tij biblik? Kemi marrë një kalendar pagan, që sot bota ka, me emrat e Janus, me të gjitha perandorët, emprorët që masa Julio, si ke Julio, July, ke në anglisht e të tjerë, Agoste, janë emrat e emprorëve dhe të hynive që ata praktikonin, që masandaj katolikët ja dhanë degës të tyre protestante. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh, njëjta festa praktikojnë ata, njëjta festa praktikojnë sot. Populli im humbet, përse? Sepse nuk ka vizion, por ai që zbaton ligjin është i lumtur. Ai që zbaton festat, urdhrimet, sabatin e Atit është i lumtur, ka paqe, ka gëzim, ka forcë, nuk humbet, nuk rrëzohet, nuk shkatërohet, po do jetë do ketë banesën e përjetshme si rezultat i zbatimit të urdhrimeve të Atit, mbasi erdhe në besim. Mbasi erdhe në besim, sepse tërë çështja sot që ngatërrojnë në besimtarët, ja shikon, ti po zbaton urdhrimet të Allahut, atëherë ti po shpëton veten tënde. Do bëj diçka për ta shpëtuar, po, i veten time, se do gjykohen sipas veprave që unë kam bërë. Dhe ti që do bësh. Në momentin që t'u dha beslidhja kur the që unë u pendova dhe besoj tek Mesia, po sot nuk janë akoma penduar shumë prej nesh, prandaj kemi atë besimin falso, sepse besimi i vërtetë ndodh kur neve pendohemi. Ai është besimi i vërtetë. Besimi që praktikon urdhrimet e Atit, ai është i vërtetë. Jo unë e them me buzë, jo shërbesa, jam i dukshëm, unë jam i devotshëm, të përmend disa vargje, o të dalë të mësoj aty, unë jam dikush, unë kam bërë shkollën, kam vajtur në këtë rast të trajnohem, si të anulloj karakterin, ligjin e Atit, urdhrimet e tija janë hequr, sepse kështu më ka mësuar Marcioni, kështu më mësoi Luteri dhe Calvini, kështu na kanë thënë neve ata dishepujtanë, ne nuk kemi nevojë për apostujt, sepse kemi apostujt, kemi apostullin Calvin, kemi apostullin Luterin, kemi apostullin Marcionin, e tjerë, kemi apostullin, kemi profetin në Romë, ai na mëson festa si do t'i praktikojmë. Mjafton ti ta deklarosh, po të marrësh çik buk me majam fal, dhe çik leng, dhe unë e bëj në mëngjes, në drekë, në darkë, si të më vije, unë e shqyrtoj veten time. Dhe përse e shqyrtoj? Sepse çfarë kam shkelur? Po, ja, ndoshta shikova me eps, po ku ishte thënë? Në ligjin e përtërirë, në Levitikun 18. Po ja, unë eca në mëkat, po çfarë është mëkati? Shkelja e ligjit. Mesia nuk erdhi për të riorganizuar mënyrën në këtë rast apo për të dhënë një përkufizim të ri të mëkatit. Mëkati ishte para se Mesia të vinte. Ishte përcaktuar në Levitiku 4:2. Prandaj tha dhe gruas, shko dhe mos mëkato me, sepse kështu nuk do hysh në mbretërinë e qejve, i tha.
akti moral mos fillovi me veprat dyje? Ishte thënë më përpara, njerëzit ecin në shturje më përpara. Ishin thënë ligji, prandaj në veprat 15 jepet fillimisht ato 4 gjëra, masandaj se të tjerat Mojsiu ka akoma njerëz që e predikojnë atë, e predikojnë po ta thoshte Jakovi që ishte nga plejsht e kishës. E predikojnë thot ligjin e Mojsiut, thot në çdo sabat në sinagogë. Ai Jakovi që të thot në vargu 25 në kapitulli i parë, që të ngulmojmë në ligjin e përsosur dhe të mos jemi dëgjues të atij ligji vetëm, po të jemi berës të ligjit, berës të urdhërimeve të Ati. Që ai po praktikonte, mos ndoshta apostujt ishin me mëkat. Po ecën në mëkat, normal që diçka po punonin dhe ata, siç do punojnë neve deri në ditën që do vijë. Po flas, po ecin në paudhësi? Dhe tërë perceptimi sot është që ne jemi mëkatarë. Nuk jemi mëkatarë. Mund të mëkatojmë së rezultati mishit është tjetër koncept. Por ka pjesët, aspektet të jetës tonë, hapësirat të jetës tonë frymërore, që ti mund t'i mjeshtërosh dhe t'i ruash dhe t'i mbash që të mos mëkatosh. Sepse mishi nuk do të zbatoj ligjin e Atit. Satani do vi të përdori mishin, mendjen tënde mishore që të marrin ligjin e zjarrit. Po bëj urtë, se zemër urti pranon urdhërimet, dhe e lemë, në këtë rast, thot Fjelamani Budalla, thot, do të rëzohet, atë që thoshte Mesia, atë që tha Psalmi 37. Populli humbet, apo jo? Ja, kur kemi. Populli im, thot Ati, përse vdes humbet? Për mungesë të çfarë? Të njohurie. Përse? Sepse çfarë kishin bërë? Kishin harruar ligjin e Atit. Kishin harruar ligjin e Tij dhe masandaj ka pasojë për gjeneratën. Prandaj në Shqipëri nuk ka një gjeneratë të mirë pajisur duke ecur në urdhërimet e Atit në momentin që neve besuam tek Mesia. Po janë vetëm katolik ortodoks duke marrë emra të tjerë masandaj në mënyra të ndryshme. Kuma jemi duke akoma jemi në përmiqësitë e feve të tjera dhe i quajmë një feja e paqes. Çan këto manipulime të Satanit që akoma nuk kemi dalë. Pastori jashtëquajtur, pastori vezgjidhur nuk ka dalë nga feja e paqes. Mesi ata ata të thon paqe do vi shkatërimi mbi ta. Përse? Përse do vi shkatërimi? Sepse populli i tij humbet dhe nuk do të zbatoj ligjin e Tij. Përse do vi shkatërimi? Në zbulesat 18, po e thërret që dilni nga paudhësia, dilni nga Babilonia, dilni nga bisha e Romës, nga feja e paqes, dilni prej tyre. Ati po thërret popullin e Tij të dalin nga paudhësia, siç u profetizoi fryma para 6 javësh, për diçka që kishte thënë më përpara, para 2 vjetësh, kur më foli dhe thirrë popullin tim të dalin nga Babilonia, nga paudhësia, tha. Dhe doli një fjalë tjetër para ca ditësh, që po e lutem Atit me frikë, me dridhje të ta konfirmojë atë fjalë, se ishin disa gjëra shqetësuese. Dhe kur populli i Tij ecën në paudhësi, Ati do ngrejë dikë, dhe nuk jam unë vetëm i vetmi, po kanë ngritur dhe persona të tjerë që kanë trokitur dhe më përpara në Shqipëri. Por apo a kemi dëgjuar neve? Do ngrejë dhe lutemi Atit që të ngrejë të tjerë, profetesha apo profetë që do ecin në urdhrimet e Atit. Lavdi emrit tënd. Lutem Atit, vëlla e motër, që të ngrihemi për lavdit e emrit të Tij, të nderojmë gjakun e beslidhjes, të ecim në urdhrimet e Atit, ta lejmë mendjet tona mishore se nuk na japin dobi, na çojnë në liçen e zjarrit. Për çfarë po flet Ati nëpërmjet profetet e Tij? Duke harruar ligjin masandaj, nuk lejnë dot një trashëgimi, po e lejnë në paudhësi me pak fjalë. Sepse ecja në drejtësi është nëpërmjet urdhërimeve ligjit të Tij të përsosur, që neve ngulmojnë Mesia na tha vetë, që të ngulmojmë të jemi të përsosur, siç Ati jon është i përsosur.
Përse po fliste në Eksodi 20? Që kur shkojmë në idhujtarinë tonë të mendjes mishore, hymë në përfesat të tjera që na kanë dhënë sektet e ndryshme të besimit, atëre thot Ati, të harroj ty, thot, gjithashtu dhe të tretën e të katërën gjenerate, ja ku vjen gjykimi. Por nëse dikush thot ka një zemër të zbatoj urdhrimet e mia, unë do jap mëshirë dhe hir për të gjithë ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Dashuria është duke zbatuar urdhrimet e tia. Nuk është tërë kjo emocionalizmi, unë e dua me emocionet e mia. Si vinte dikush mos ande erdhi në mëngjese. Ha po ja, unë e dua, ja unë e kam në zemër. Po, e shikoj, e di që ke në zemër. Duke praktikuar sabatin që po e shkelaj, aty ke në zemër. Unë e dua. Po ecën urdhrimet e Atit, me që ti po e do si s'po deklaron? Prandaj thotë që shumë do afrohen atë ditë. Shumë do afrohen, janë shumë, janë masë e madhe, thotë, sepse janë mashtruar. Dhe kjo rënje, kjo apostasitë në këtë rast që do binin nga besimi, ishte profetizuar që nga profeti Enoku, kemi nga testamenti i Levit që flet nga 12 fiset e Izraelit. Flet për rënjen. Dhe Biles thoshte, si thoshte, Lavdiatit, libri i profetit Enoku, e thoshte haprazi. Dhe unë e di, thot, këtë mister, thoshte, para Enokut 140. Dhe mëkatarët do të artenojnë dhe shtremërojnë dhe në të rast do sillin perversitetin në fjalët e drejtësisë në shumë mënyra dhe do flasin në të rast fjalët të liga dhe gënjeshtra dhe do praktikojnë mashtrime të mëdha dhe bileso do shkruajnë libra rreth në këtë rast të fjalëve të tyre. Farë po ndodh sot, është e njëjta gjë. Profecia e profetit Enoku, që Juda 1:14 të thot, Enoku profetizoi që Mesia do vinte me të miqtë e tija për të sjellë gjykimin. Nga i dinte Juda që Enoku profetizoi, dhe ishte profetizuar Enoku në librin e tija që ju dha nga engjëlli që i foli dhe profetizoi Lavdiatit 5.000 vjet më përpara për këtë gjeneratë që po vjen, që jemi neve. Le të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit për ata që kanë veshë që do dëgjojnë. Pikërisht. Duke ruajtur urdhrimet, ligjin e Atit, shkrimin e Tij, ku qëndron ato gjëra, duke vepruar kështu, shpëton veten dhe ata që të dëgjojnë. Shpëton veten dhe ata që dëgjojnë, po e thoshte pastori Timotios, apostulli Shaul Pali. Ligji për të rirë 26, vlla motër, për ju që jeni në asamblen tonë, apo për ju që po e dëgjoni live në Facebook, ti kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit. Këtë urdhër ja dha Timoteut, Lavdiatit dhe neve jemi pjesë e atij dëgjimi. Në ligjin për të rirë si pjesë e studimit që neve marrim, ligjin e Atit, masandaj profetët apo fjalët e urta dhe nga beslidhja e re, Lavdiatit apo çdo gjë tjetër që fryma drejton. Thot kur të hysh në vendin që Jahu Elohimi tënd të jep si trashëgimi dhe të ta shtjesh në dorë dhe do banosh në te, do të marrësh disa nga prodhimet e para të prodhimeve të tokës, të mbledhura nga ti në vendin që Jahu Elohimi tënd, thot po t'i jep, thot do të vesh në një shportë, do të shkosh në vendin që Jahu Elohimi tënd ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Kishte fjalën në Jeruzalem. Për t'i quar çfarë? Atë mirënjohjen Atit. Për ata thot që kanë tokën. Ti ke tokë, vëlla motër? Shumë për nesh nuk kanë. Disa urdhrime i përkasin tokës, e sabati tokës në vitin e 7, që lihet masandaj për të huaj, për të nevojtarët, thot. Nuk e punon tokën atë ditë, biles kur e korr, thot, liri ato cepat e arës, që masandaj ata që ka nevojë të vinë të hanë. Ruthi po bente të njëjtën gjë, po shkonte të merrte nga cepat e arës së tokës, që ai, që ble masandaj mburi i saj më vonë, kishte tokën. Ishin urdhrimet e Atit, lavdijim e tjellë.
Pastaj thot do të partitesh për priftit në funksionat të ditë, thot, dhe do t'i thuash që unë deklaroj që sot Jahwe Elohimi tent që ka hyrë në vendin që Jahwe ju betua t'u jap efterve. Tanë thot unë kam hyrë në këtë vend, e kam bollekun përpara, kam bekimet dorën e Atit, thot, dhe po të sjell për mi njohje, thot. Atëre pritët ta marrë shportën nga duart e tua, do ta verë përpara altarit të Jahwe Elohimi tent dhe ti do të përgjigjesh duke thënë përpara Jahwe Elohimi tent. Ati im ishte, fjalën e etrit e tyre, ishte një Armeo, para se të zvishe, ishte në Egjipt, thot, banoj aty si huaj me pak njerëz, por aty u bë një kombi fuqishëm dhe i shumtë, por Egjiptis na të keq trajtuan, na shtypën, na imponuan që një skllavëri të rënd, thot, atëherë ne bërtitëm, thotë, dhe ti na shpëtove nga shtypjet tona, thot, na nxorë me një dorë të fuqishme, me një krah të shtrirë, dhe me gjëra të tmerrshme dhe mrekulli dhe me shenja, pastaj na solle këtu na dhe këtë vend, kur jetë qumësh me mjalte. Ti dhe unë kemi plot vende aty ku jemi tani me qumësh dhe me mjalte. Që po veme dhe i marrim në dyqan me pak fjalë. Dhe kjo është mirësia që i tregojmë Atit. Dhe kur marrim asaj anën financiare, ja çojmë Atit dhe i japim atë që takon atij. Zbatojmë urdhrimet e tij. Dhe ja, tani unë i solla prodhimet e para të tokës që ti o Jahwe më ke dhënë, atë që Davidi thoshte, çdo gjë që neve kemi, na është dhënë nga dora jote. Ne e dyta e Kronikave 29, mos gabojnë, e para e Kronikave 29. Do të thotë, masandaj do t'i vesh përpara Jahwe Elohimi tent, do të biesh përmbysh përpara tyre, thotë, përpara Jahwe Elohimi tent, dhe do të gëzoheni, thotë ti, thotë Leviti, që është prifti, i huaji që ndodhet në radhët e tua, për të mirat që Jahwe Elohimi tent të ka dhënë ty dhe shtëpisë së sate. Kur të kesh mbaruar së dhëni tërë të dhjetat e të ardhurat të tua në vitin e tretë, që është viti i tretë, është viti i të dhjetave, gati përcakton, pasi ke qenë besnik, thot, për 3 vjet. Masandaj në vitin e tretë, që është viti të dhjetave, thot, dhe ju a ke dhënë kujt levitëve, tani neve kemi, Mesia është kryeprifti tonë për mbi levitët, ka dhënë zyrat që zbatojnë urdhrimet fesat e Atit, ka dhënë apostujve, profetëve, ungjilltar, pastorëve të vërtetën urdhrimet e Atit. Atyre thot jo a ke dhënë, gjithashtu ja ke dhënë ke çuar për të huajt, për jetimet, për gruan dhe grua së ve, me qëllim që të pi hanë brenda portave të tua dhe të ngopen. Dhe këtu përcakton masandaj gjithashtu kur lemë njanë, gjithashtu për fesat e Atit, kur lemë njanë për jetimet, për masandaj për të huajt, për gratë e veja, ato janë punë të mira. Lavdjatit që përveç të dhjetës neve lemë njanë dhe japim dhe bëjmë ato, ne indirekt shumeri mund t'i kesh berë ti apo jo. I bëjmë, sepse janë urdhrimet e Atit, ja po të thot, në ligjin e përtrirë të ti të përsosur. Gjithashtu thot, lerë diçka për veten tënde, thot që të kesh në ditën e festave të mia, që ti të gëzosh në praninë time. Dhe jo përcakton pasaj të njëjtën integritetin e menaxhimit financiar që neve bëjmë, sepse Ati është interesuar që neve të mos shpërdorojmë çdo gjë që na jep, që të jetë për mbretërinë e Tij. Fillimisht është për te, 10%, masandaj japim për gratë e veja, për jetimet, për ata që janë në nevojë, dhe lejmë gjithashtu diçka për veten tonë që të gëzojmë në atë ditë në festat e Atit, se në festat e Atit do ketë shpenzime, do blesh diçka që të gëzosh në festat e Tij. Unë kam hequr, thot, ti do thuash, thot, kur kesh çuar, thot, këto gjëra, thot, në vitin e të dhjetave, të tërë të dhjetat e të ardhurave të tua, që ke patur gjatë 3 vjetëve, ke qenë besnik, thot, ndaj veneve, në krye të vitit të tretë, thot, në vitin e të dhjetave, ti masandaj, thot, do të biesh përpara fytyrës së Jahwe Elohimi tent, thot, dhe do thuash. Ja, ta afrojmë pak. Ja të shikoj në ekran nëse dallohet mirë. Ja ta zmadojmë pak. Do thuash që çfarë, thot, unë kam hequr nga shtëpia ime atë që është të veçuar dhe ua kam dhënë levitëve 1, të huajve 2, thot, jetimve dhe gruas së ve, në bazë të gjitha gjërave që ti më ke urdhëruar. Dhe nuk kam shkelur
as nuk kam harruar asnjë nga urdhrat e tua. Është e mundur. Është e mundur, vëlla motër. Që të mos i shkelësh asnjë nga urdhrat e tia, është e mundur. Të ecësh në drejtsinë e Atit, është e mundur, sepse ishte Zekaria dhe Elisheva, Elizabeta në Luka 1, që nuk i kishte shkelur urdhrimet e Atit, ecën të gjitha urdhrimet dhe ligjet e tia. Ishin njerëz si neve apo jo. Dhe ishin të drejtë përpara Atit, nuk ishin shkelur urdhrimet e tia. Dhe në këtë rast unë do shkoj përpara Atit, do t'i them dëshminë time që nuk i kam shkelur urdhrimet e Atit, në këtë rast ishte fjalën për dhenjen ndaj në këtë rast zyrës që Ati ishte vendosur dhe të huajve dhe jetimeve dhe gruasëve. Dhe nuk i hengra, gjithashtu thot, nuk i hengra gjatë zisë së time. Kisha zi, thot, atë që takonte Atit, takonte Atia. Përse Mesia na jep për rastin e gruas, asaj gruas që ishte ajo nena e moshuar, që atë që kishte e dha. Përse Mesia Krishti mori një rast të tillë për na sjellë në ndërgjegjen tonë? Nuk mund të merrte dikë tjetër? Të njëjtën kontekst, thot, nuk i hengra gjatë zisë së time, atë që takonte Atit, takonte Atij, thot, nuk mora asnjë prej tyre kur isha i papastër. Ka fjalën sepse kur ndoteshin gjatë natës, në këtë rast kur kishte një lëshim fare, apo shkonin prekur një të vdekur, apo çdo gjë që përcaktonte ligji për të qenë ritualisht i papastër, duhet të merrnje në këtë rast një sakrificë, ta blinje atë sakrificë, dushin lek, dhe të shkonje masandaj të kryenje pastrimin atij personi që kryente duke vajtur në tempull në Avdiatit, por kërkonte finance. Thot, dhe kur isha i papastër, thot, nuk hoqa prej ata që të takonte ty, po thot me pak fjalë. Nuk i hengra, thot, dhe nuk i mora kur isha i papastër, dhe nuk e ofrova të vdekurve, por çfarë? Ju pinda zerit të Jahve Elohimit tim, thot, dhe veprova në bazë të gjitha gjërave që ti më kishe urdhëruar, thot. Tani, se rezultati kësaj dëshmive, shiko, Ati po thotë, le të më vinë, thot, le të arsytojmë së bashku, thot, në Isaia, në Avdiatit. Le të vinë, thot, dhe masandaj, le të thotë, le të deklaroj çfarë ai ka bërë, a ka zbatuar urdhrimet e mia. Dhe se rezultatet mas i ke thënë këtë, do të më thotë, thotë, ktheje ndaj nesh vështrimin tënd. Nga banesa jote e shenjtë, nga qielli dhe beko popullin tënd Izraelin dhe në vendin që a ke dhënë siç u betove etërve tanë, një vend ku rrjedh me qumësh me mjaltë. Sot Jahwe në këtë rast të urdhëron që të zbatosh në praktikë të gjitha këto statute dhe dekrete, ki kujdes, ti zbatosh me gjithë zemër, me gjithë shpirtin tënd. Thotë, se ti sot deklarove që Jahwe Elohimi tënd është, thotë Elohimi tënd, thotë, ti do të ecësh në rrugët e tij dhe do respektosh statutet, urdhrimet dhe dekretet e tij dhe do t'i bindesh zerit të tij. Sot Jahwe ka deklaruar gjithashtu që ti je populli i tij, një thesar i veçantë, siç të ka thënë, me qëllim që ti të respektosh të gjitha urdhrimet e tij, edhe ti mund të lartësohesh mbi të gjitha kombet që ai ka bërë për lavdi, famë dhe zulmë, që ti të jesh një popull i veçuar për Jahwe Elohimin tënd, siç ai ka thënë, vëlla motër. Si rezultat i zbatimeve të urdhërimeve, statuteve, dekreteve, bindjes së zerit të tij, Ati çfarë bën? Na lartëson përmbi çdo kombe të tjera, dhe kjo profeci, normal që fjala e tij është profetike. Ky urdhërim që Ati po flet në ligjin për 3:26 është aktive në jetën tënde, sepse ti tani apo jo, a je populli i tij, sepse besove tek Mesia dhe u bashkuam në gjakun e beslidhjes së tij. Je populli i tij, ke hyrë në këtë kontratë, tani na takon nderimi. Dhe kur ti e nderon, pastaj shko përpara Atit, thot, tregoji, thot, që ti ke qenë, trego besnikërinë tënde Atit, që ti ke zbatuar për rastin e dhenjes, thot, në vitin e tretë, shko përpara tij, jepi atë që takon, në këtë rast, dhe pastaj shko dhe deklarovi, unë kam qenë besnik, nuk i kam marrë kur ishte zia e bukës, dhe kur isha i papastër, dhe nuk i kam marrë ato që takonin ty,
Atere pasaj thoshte që kthehe, prandaj kthehe veshin, midrasta, kthehe vështrimin tënd nga banesa jote dhe beko poplin tënd thot. Ka fjalën që atë më beko për atë që kam qenë besnik, se kemi nevojë lavdiatit. Këtë po thonë urdhërimet, vërtetimi i besnikërisë së Atit për na bërë të mirë neve. Lavdiemi të Tija. Shim në ligje për të rirë 26, që Ati nëpërmjet apostullit Shaul Palit, po na thoshte që t'i kushtojmë vëmendje leximit të ligjit të shkrimit për lavdi të Tija. Vazhdojmë. Në fjalë të urta 21. Fjalë të urta 21. Ja ta zmadojmë, ta prekim dhe fjalë të urta, lavdiemi të Tija. Okej, fjalë të urta 21 thot. Ja me pranon ekranin, ndoshta, okej. Po, lavdiemi të Tija, okej. Zemra e mbretit në duart e Jahue është si rrjedhat e ujit. Ai drejton nga do që do ai, për qëllimin e Atit, për qëllimin e Tija. Ndë vëlla motër, kur ke një mbret që është opresiv, kur ke paudhësi, sepse populli i tij po ecën kundra urdhërimeve ligjit të Tija, normal që do kesh masandaj qeveritare që janë të korruptuar. Por fillon me shtëpinë e Tija, gjykimi do filloj me shtëpinë e Tija. Fillon ecja me neve. Çfarë po praktikojmë? A jemi ne drita e atij ligjit të mësojmë kombeve urdhërimet e Atit, dhe ka filluar që tani dhe ka filluar që para 2000 vjetëve që Ati solli birin e Tij që ne të mësojmë urdhërimet e Tij, ecin e sjelljen e Tij të përsosur, sjelljen e Tij të drejtë, kombeve që neve na vendosi bashkë me popullin e Tij, Izraelin, lavdiatit, që janë në Mesian. Po jo ata që kanë refuzuar, leri ato janë sekte të tjera që kanë zemrën ngurtë, që Ati po punon. Por ti dhe unë mund të jemi dritë dhe për ata që nuk kanë pranuar Mesian në Izrael. Nëse i tregon kush po ecë në urdhrimet e Atit, po ecë në sabatin, po ecë në festat, i tregon profecitë ku janë shkruar që Mesia në këtë rast, që ju patët, erdhi dhe ju nuk e pranuat. Të gjëra na takoj neve që t'u tregojmë atyre, dhe këtë po flet dhe shkrimi për xhelozinë që Ati do sjelli në ta nëpërmjet nesh. Kjo është xhelozia e vërtetë, po nuk vem predikojmë një Mesia të rremë që anullovi ligjin. Pastaj normal që do të marrin, do të godasin Izrael. Normal që ata kanë disa gjëra, traditat e tyre që nuk janë të ligjit. Por ne mund të përcaktojmë, mund të ndajmë drejtësisht me njohurinë e urdhrimeve dhe të ligjit të Atit, duke treguar atyre që ja, në këtë rast këto gjëra nuk janë të ligjit, sepse ata duhet ta nderojnë atë ligj. Por nuk e bëjnë realisht, sepse kanë ligjin gojor, vëlla motër. Ata mendojnë që në malin Sinai, përveç se çfarë u shkrua, masandaj gjatë gjeneratave, etrit e tyre folën disa gjëra dhe me ato qëndrojnë. Ajo është Talmudi, është Mishna, ato janë librat interpretimet gojore të tyre që Mesia qortoi hapërzi. Çdo rrugë e njeriut është e drejtë në sytë e tij. Normal që është e drejtë në sytë tonë. Sa gjëra na duken të drejta neve. Por Jahue peshon zemrat. Peshon zemrën. Po zbatojmë urdhrimet e Tij apo jo? Ja ku ke zbatimin e urdhrimeve. Të zbatosh drejtsinë dhe paanësinë është një gjë që i pëlqen Jahue me shumë se flijimi. Të zbatosh urdhrimet e Tij dhe të mos vesh paanësi, pastaj flet në ligjin për të rirë që kur ndodhet i varfëri dhe i pasuri, nuk do sjellësh gjykimin e një anshëm, apo do ta gjykosh të varfërin ndryshe, sepse ai është i varfër. Jo, atë që sipas drejtësisë së urdhrimeve, dhe se është i varfër. Nuk ka rëndësi. Ati është i drejtë, thot, nëse zbaton drejtsinë dhe paanësinë, është një gjë që i pëlqen atij. Më shumë se flijimi, më shumë se ofertat që mund t'i japim Atit, vëlla motër. Ati është interesuar që ti dhe unë të zbatojmë drejtsinë e ligjit të Tij.
Dhe jo sepse punët e mira janë parësore. Punët e mira, oferta, çdo gjë tjetër që neve japim Atit është dytësore. Parimore është zbatimi i urdhrimeve, i fesave biblike. Në këtë rast që shikojmë zemrën në këtë rast çfarë po praktikon ky besimtar? Po mban sabatin tim? Po kam shkuar, do bëjmë shumë gjëra, do udhëtojmë, do vejmë, do... Ku është shenja e besëditjes së përjetshme, që është shenja e popullit të tij? Ndërkohë ka shumë shenja të tjera. Unë lutem Atit të dërgojë në vëllezër gjëra që nuk janë. Merremi akoma me vaksinat, vëlla, nëse po më dëgjon. Leri AstraZeneca apo ku ta di unë, leri ato gjëra. Shenja e vdekjes është kundra urdhrimeve ligjit të Atit. Ti po i përcakton, po i mban, po i respekton. Po fokusohu, mos u fokusohemi ne apo ja përkthimi AstraZeneca na del shenja e vdekjes. Po shenja e zbulesës 14, e pishës, e figurës dhe imazhit të saj, kush është? Sepse shenja e festave biblike është shenja e Atit. Çdo gjë tjetër që është jashtë festave biblike është një shenjë tjetër, që neve duhet të largohemi, është bisha e fesë së paqes, bisha e denominacioneve. Shesuse të shikosh verat që praktikohen sot, brenda. Pejmët. Çan pejmët? Pejmët pagane. Atë thot në ligjin për të 16, 19, 21. Mos ngri asnjë pemë në altarin tim, se është një gjë që unë e urrej, thot. Se është si zakonet e popujve. Marrin një dru e presin në pyll, e zbukurojnë me duart e tyre dhe vendosin që të mos lëvizi. Mos ka ndryshuar gjërat? Sy të krenarë dhe një zemër kryelartë, mendja mishore, janë llamba e të pabesëve dhe janë mëkat. Dhe unë e di që kishte një kohë, masandaj dhe është një kohë, dhe neve më përpara i morëm fjalë të urta në maqësina atëre me vëllezërit, me motrat, por ku jemi sot në urdhërime në festat biblike? Dhe vazhdoj të sensibilizoj zemrën tënde, vëlla, apo motër, që më njihni. Sepse dua që ti të hysh në portat e qytetit, siç po bëjmë përgatitjen me frikë me dridhje në zemrat tona që të zbatojmë urdhrimet e Atit, të nderojmë atë dhe jo njerëz. Dhe sot ne duam të nderojmë njerëzit, nderojmë apostullin, nderojmë profetin, nderojmë pastorin. Të kujt që kanë anulluar ligjin e Atit? Motër dhe vëlla, del prej tyre. Ndero Atin tënd që të ka dhënë bestidhen e gjakut të Mesia, sepse mëkati është shkelje e ligjit. Nuk ndryshoi, Mesia nuk ndryshoi mëkatin. Nuk solli një koncept të ri dhe e tha që mëkati është ndryshe. Besimi nuk mbulon mëkatin. Është shkelje e ligjit të tij, të urdhërimeve të tij. Mesia te e dinte, apostujt te e dinin. Që aty fillon frika e zanafillës tonë, frika e njohjes së Atit. A nuk po thotë Romakëve 8. Mendja mishore është krenare, është kryelartër. Dhe janë llamba e të pabesëve, që janë mëkat, ndërkohë që ligji i tij është llambë, është dritë në shtegun tonë. Apo jo? Urdhërimet e tij janë llambë në kemën tonë, janë dritë në shtegun tonë. Të ecën urdhërimet, ecën pa mëkat, vëlla motër. Është e mundur. Është e mundur. Kemi disa aspekte si thash për të punuar, po, i punojmë, icim. Por aman ngulmon, jo në të rast dëgjon urdhërimet e Atit dhe masandaj apo s'ka gjë. Do vazhdoj atë që duhet të ndryshojmë. Ati na ka thirrur që kur solli birin e tij, që kur foli nga përjetësia në jetë, në kohë. Që në fillimet foli njeriu në të rastet që të ndryshojë rrugën e tij, sepse ra që nga Adami dhe e thirri popullin gjithmonë që ne të ndryshojmë nga ajo që na duket e drejtë në sytë tonë. Ja ku po flet rrugën. Ati gjithmonë ka folur që ne të pendohemi. Pendimi është në etapa, pendimi është në sezone, po.
Njoja e urdhërimeve të Atit është me sezone. Mund të jesh në një sezon që ke të bësh me familjarët tënd. Mund të jesh në një sezon që ke të bësh sepse duhet të lexosh shkrimin. Mund të jesh në një sezon që për shkak sepse situata tënde në punë nuk është e mirë. Por të gjitha janë se rezultati i mos zbatimit të urdhërimeve apo jo, vëlla motër. Dhe ajo finance që mungon. Sepse në fjalë të urta 15 flet për atë financë, gjithashtu thot sepse për rezultat që neve nuk praktikojmë urdhërimet e Atit, prandaj vjen dhe gllabëruesi dhe ha, sepse Ati ka lejuar. Ati o e shkakton o e lejon vëlla motër në jetën tënde dhe timen. Çdo gjë që ndodh në këtë botë, ti njeriu është pjesë dhe ligji i Atit ka pushtet mbi njeriu derisa e ron, Romakët 7:1. Çdo gjë që ndodh në jetën tonë është sepse Ati ka shkaktuar për qëllimin e planit ti të përsosur, lavdiatit, ose e lejoj sepse pa udhësitë tona, pa shkeljet tona. Dhe për ju, vëllezër motra që më falni se duhet ta përmend të gjë. Kur shikon këtë shall, është emri janë urdhërimet e Atit të shkruara këtu mbrapa. Është emri tia në 4 cepat që shikon Jodhe Vavhe në këtë rast që është Jahwe. Janë 4 shkronjat dhe po e ndjej praninë e tia, lavdimit të. Është thjesht sepse dua të mbaj të vesh emrin e tia, më gëzon zemër. Asnjë gjë më tepër. E di që shumë në Izraeli mbajnë shallin në këtë rast, mbajnë apo ecin në urdhërimet e Atit. Neve sot kemi lloj-lloj markash të shkruara, veshje të tjera, sepse do po të mbash emrin e Atit që është i përsosur, është jetë. Ja, po e përcaktoj pak. Ta shikosh sepse ndoshta ka disa që pse ky vëlla mban këtë gjë, mban këtë shallin gjithmonë, sepse më gëzon zemrën e tij. Jodhe Vavhe. Ja. Ndoshta se nuk është rregulli ndryshe, por ja, po e kthej në këtë mënyrë. Se duhet. Ja ku kemi 4 në këtë rast shkronja e parë. Shkronja e dytë. Masandaj, shkronja tjetër, e tretë. Edhe shkronja e fundit. Masandaj që përcaktohen. Ja. Këto janë 4 cepat e këtij shalli. Më pëlqejnë lavdiatit sepse ndjej praninë e tij, ndjej që po vesh një diçka që përmban emrin e tij dhe po më thotë që të zbatoj urdhërimet e tij. Më rikujton zemrës time që të zbatoj urdhërimet e tij. Asnjë gjë më tepër, vëlla motë. Kjo ishte për të thënë. Vazhdoj. Synimet e njeriu të kujdesshëm sepse ai shikon hapat ku çfarë po bën, çfarë po praktikon, çfarë po ecën, ai është i kujdesshëm. Jemi të kujdesshëm në zbatimin e urdhërimeve të tij. Synimet e njeriu të kujdesshëm çojnë me siguri në bollak. Ja ku folën për financat. Lavdiatit. Synimet e njeriu të kujdesshëm do thotë që sipas vullnetit të Atit un pata disa synime, pata disa plane, pata disa dëshira lavdiatin në zemrën tonë. Kemi, nuk e mohojmë. Por të jenë sipas vullnetit të Atit. Janë brenda urdhërimeve të tija ato synime. Dhe masandaj Ati do japi me siguri në bollek. Le ta shikojmë atë bollekshmërinë që folëm pak më përpara ne. Në fjalë të urta ku ishte në fjalë të urta 15